Në përmbyllje të 2025-s, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural AZBR ka njoftuar zyrtarisht përfundimin e kalimit të këstit të dytë të pagesave për fermerët në kuadër të skemave kombëtare të mbështetjes për bujqësinë. Deri në datën 31 dhjetor, fondet u transferuan në bankat e nivelit të dytë dhe aktualisht po shpërndahen në llogaritë bankare të fermerëve përfitues. Sipas AZBR-s, ky kës përfaqëson 50% që në mbetur të mbështetjes financiare për vitin 2025 dhe vjen pas miratimit të aktit normativ me numër 11 të datës 19 dhjetor 2025 të Këshillit të Ministrave. Ky akt ka shtruar buxhetin e agjencisë me 1.960 milion, një shumë që është e destinuar për masat 1 deri në 8 të skemës kombëtare të mbështetjes së fermerëve. Në total janë rreth 65.000 fermerë në të gjithë vendin që përfitojnë nga kjo mbështetje direkte. Pagesat janë pjesë e një angazhimi të qeverisë shqiptare për të garantuar zhvillim të qëndrueshëm në sektorin bujqësor e për të rritur qëndrueshmërinë ekonomike të fermerëve, veçanërisht atyre në zonat rurale. Në qytetin e Vlorës, një ndër zonat me traditë të hershme në bujqësi dhe blegtori, fermerët janë njoftuar për përfundimin e transfertave brenda afatit të përcaktuar. Megjithatë, për shkak të procedurave bankare dhe ditëve fikse të përfundimit të transaksioneve, në disa raste janë regjistruar vonesa në reflektimin e shumave në llogaritë bankare individuale të fermerëve. AZBR sqaroi se ky është një proces standard dhe se pagesat do të shfaqen gradualisht në llogari gjatë ditëve të para të janarit. Agjencia gjithashtu ka kërkuar nga fermerët që të tregojnë mirëkuptim dhe të kontaktojnë bankat për çdo paqartësi apo vonesë teknike. Skemat kombëtare të mbështetjes përbëjnë një instrument të rëndësishëm për mbështetjen e prodhimit bujqësor vendas, shtimin e konkurrueshmërisë së fermerëve shqiptar, si dhe për nxitjen e investimeve në teknologji dhe infrastrukturë bujqësore. AZBR dhe Ministria e Bujqësisë kanë bërë të ditur se gjatë vitit 2026 do të vijojnë me shpalljen e thirrjeve të reja për mbështetje, ndërkohë që monitorimi i skemave aktuale do të thellohet për të garantuar transparencë dhe efikasitet.